Plot ngjyra e nota muzikore u mbush kështjellja e Argjiros në ditën botërore të artit. Ishin nxënësit e liceut artistik Fehmi Ibrahimi që shpalosën talentet e tyre në çdo formë përmes aktivitetit të titulluar Të shohësh përtej sipërfaqes. Pjesë muzikore, polifoni, ekspozit me piktura, maska, skena teatrale, gjithçka e përgatitur me pasion nga të rinjt. Maskat paraqesin dyfërsyn e njerëzve. E kam paraqitur tek maska ime që kam realizuar. E kemi realizuar e kemi nxjerr nga balta, nga argjili, me bojra akrilik, e kemi vizatuar. Unë si nxënëse e klasës së 10 vi këtu me një këngë isopolifonike, që është një lloj arti. Art nuk ka vetëm në letërsi dhe në veshje dhe në pikturë, në muzikë, në të tëra. Ky aktivitet mori edhe vëmendjen e vizitorëve të kështjellës. Këtu, si thua, është një ndërthurje midis së vjetrës dhe të res. Dhe këtë të re në këtë kalat të vjetër, kaq të bukur, e bën sot shkolla jon Fehimi Ibrahimi, që me elementet dhe artistët e rinj na sjell sot të gjitha elementet artistik që plotësojnë mozaikun e vërtet të një fiale arti. Liceu artistik në Gjirokastër ka një histori mbi 50 vjeçare në përgatitjen e artistëve të rinj në muzikë dhe arte figurative.